Otën tepër të rronë me ambientin, sepse një fakt që është kryesor që ndotja më e madhe që i shkaktohet Prishtinës në aspektin e orit vjen nga veturat. Për shkak se edhe veturat janë edhe të vjetra, edhe normalisht që ka numër të madh veturave. Edhe nuk jepen zgjidhje këtij problemi qysh kanë me punu që me zvoglu numrin e veturave që hynë Prishtinë, që Prishtina me pas ajër më të pastër. U murën më tepër me disa aspekte anësore, siç është djegja e drurit apo e thëngjillit, që megjithatë ato nuk janë problemi kryesor, sepse këto për paktën pandemia ka treguar që nuk është problemi kryesor. Në anën tjetër përparim Roma nuk është që s'kishte përgjigjen e disa tema, por megjithatë duke marrë parasysh që një pjesë të këtyre premtimeve i ka pasur edhe para 4 viteve, dhe nuk ka arrit me i realizu që i ka premtuar dhe prapë njëjtat u mundoi që prapë tash me i shfaq si premtime për 4 vitin që po vjen. Mendoj që kanë blloku. Jo, nuk ishte çështja e bllokimit, mos e kjo bot tash tem, edhe pse duhet në zemrën e pajtona që disa pjesë kanë pas probleme, kanë pas çështje që lidhen me bllokimin, por megjithatë prapë është vërtet. Për shembull çështjen e mbeturinave. Shiko, çështja e mbeturinave është fajtor prapë, sa ai ka prish koalicionin me PDK. Gjithmonë kam thonë se në Prishtinë çështja e mbeturinave është çështja më problematike, edhe çështja që mund të siguroj shumicën në asamble komunale. Ky e prishi koalicionin, edhe PDK-ja mas ne bllokoi. Çtu krenars se po kalojnë atë pjesa nacionale, tash po del një farë kundërthonje. Për shkak se kur flasim për qeverinë qendrore, asnjëherë nuk thu që këta që e kanë fituar zgjedhjet e kanë obligimin për me bëu shumicën në parlament ose në qeverinë këtë rast. Kanë obligim. Jo, asnjëherë nuk e ke thonë. Këto këta duhet gjithmonë këta duhet më e votë, këta duhet më votu. Në anën tjetër unë pajtona me ty. Me të drejtë them që ata duhet më bëu shumicën, me zor jo. Asnjë zor s'ka më të bëu. Asnjë s'ka më të bëu. Ka pas. Me ka prish tani ka pas arsye të vjetra. Edhe këta kanë prish një herë. Megjithatë, pajtona që ti duhesh me kriju shumicën e asamblesë në Prishtinë. Nëse do me qeverisë, mas pori, ABC është me pas një shumicë në asamble që ka me t'i votu vendimet, e pastaj, do më thonë nuk i më arsytu me thonë që valla s'po me votojnë asamblea, s'kam çka më bëjnë, sepse nuk është tash je kryetar, ki antarët e tu në asamble, nuk të mjaftojnë me i kalu vendimet, merr partive tjera politike, bën kompromis, bën koalicion, bën marrëveshje.